Buxhet për oligarkët, koncesionet e të tjera. Pyetja ime është si ka mundësi që në një vit elektoral qeveria kalon një buxhet që quhet antisocial, pra kundër të varfërve. Zakonisht qeveritë tentojnë që në vite elektorale të përfshin sa më shumë përfitues në buxhet. Nuk është e parë ndodh kjo. Ne kemi një qeveri që në 12 vjet nuk ka kaluar asnjë buxhet social. Të gjitha buxhetet kanë qenë rritje taksash dhe mos shpërndarje pasurisë, pra përqendrim pasurie në duart e më të pasurve. Mënyra si ka funksionuar në zgjedhje pastaj qeveria është duke shpërndar bonuse, duke shpërndar para si shpërblime për shtesa ndryshme sociale, si një blerje e hapur e votës. Nëse u kujtohet që në zgjedhjet lokale qeveria shpërndau para 2 muaj para zgjedhjeve, dhe kur zoti Rama u pyet se ligji elektoral ndalon këtë, ai ka thënë që ne nuk do na pengojnë ligjet kineze për të bërë shpërndarjen e parave dhe shpërblimit. E njëjta gjë do të ndodhë tek tradhët, ato ai ka programuar për shembull, rritja e pensioneve, do të ketë një bonus për pensionistët në pranverë, në mars. Pasi të bëhet bilanci i buxhetit të 2024-s, do të bëhet një shpërblim për pensionistët, i cili sigurisht është 2 muaj para zgjedhjeve dhe ndikon. Kjo mos harroni 2021-shin që parat e rindërtimit nga tërmeti, që të gjitha parat që njerëzit meritonin të merrnin në 2020-ën, për shkak të dëmeve që u bërë tërmeti, u mbajtën peng deri në fillim të 2021-shit dhe fillon të shpërndaheshin nga marsi deri në prill të 2021-shit. Për bler votën sigurisht në zgjedhjet e përgjithshme. Pra, këto janë shkelje të hapura të ligjit, të moralit, të çdo lloj norme shtetërore, të cilat qeveria i ka praktikuar dhe do i praktikojë përsëri. A mund të shmangin këto? Kjo është shumë vështirë të shmanget. Kjo lloj papërgjegjshmërie ndaj ligjit është e pamendueshme dhe nuk ka asnjë mjet të parashikuar ligjor që mund ta shmang këtë gjë. E dyta është që buxheti i shtetit është një buxhet shumë i vogël, pavarësisht se ata thonë që është një buxhet shumë i madh, sepse 8.6 miliardë dollar, domethënë euro, është rritje buxhetit për shkak të rënies së euros, jo për shkak të rritjes së ekonomisë. Pra, nëse ne do të kishim një kusht të euros si i mëparshëm me 1.4, buxheti i sotëm do ishte 6 miliardë dollar, jo 8.6. Pra, 6.1 miliardë, po që do ishte aq. Pra, do kishim një rritje nga buxhetet e 12 viteve më parë, më pak se 50% të buxhetit. Gjë që konfirmon atë që është rritja ekonomike, që është 3% të 3.2% në gjithë këto vite. Një rritje ekonomike për një vend në zhvillim me 3% është të paktën gjysma e rritjes ekonomike që duhet të ketë një vend në zhvillim. Pra që është 6 deri në 8%. Kështu që ky është përveç skemës pensioneve që u meratuan në 2014 dhe dështoi sot në 2024, në 10 vjet më vonë, që është një dështim që është pranuar në zë, por nuk është pranuar ende haptas nga partia në pushtet. Ne kemi dështim të skemës të buxhetit, të rritjes ekonomike, sepse kemi rritjen ekonomike shumë më të vogël se sa duhet ishte mesatarja, duhet ishte paktën 5%. Dhe kemi dështim të modelit ekonomik. Pra, ky model ekonomik që është bazuar mbi pasurinë kriminale dhe mbi parat kriminale, nuk mund të prodhojë rishpërndarje pasurie, sepse kjo është bazuar në pastrimin e parave. FMI dhe Banka Botërore vazhdimisht kanë tërhequr vëmendjen që nuk do të jetë ndërtimi në mënyra se si do të zhvillohet një vend. Ne kemi shkatruar prodhimin, kemi bërë ndërtimin industrinë parësore dhe si e dim pastaj edhe turizmin, që është një industri e paqëndrueshme, dhe sot e kemi vështirë të masim rritjen ekonomike dhe si përfundim edhe shpërndarjen e pasurisë. Dhe kur vjen të turizmi për